Pas ditën e së mërkurës, 10 autobus u nisën nga Tetova për në Shkup për të mbështetur klubin e zemrës. Tifo grupi ballistët kishte bërë para përgatitjet e duhura për paraqitje dinjitoze në stadiumin e Shkupit. I gjithë ky entuziazëm kishte aromën e fitores, aromën e kurorëzimit me një trofe të sezonit historik në kompeticionet evropiane. Por u përsërit historia. Fantazmat e ndeshjeve finale me Makedonia Gjorgje Petrovin, Teteksin, Pelisterin sërish dolën në sipërfaqe. Futbolldashësit tetovar sërish mbeten të zhgënjur, të mlefosur dhe të indinjuar. Edhe një humbje në finale të kupës. Sileksi me plot merit fitoi ndeshjen finale duke lënë një plagë të hidhur tek tifozët dhe futbolldashësit tetovar dhe jo vetëm. Trajneri Jeton Beqiri pas ndeshjes u arsyetua me mungesat e futbollistëve titullar dhe se ndeshja u vendos nga një gabim i mbrojtjes. Mendoj që finalen e vendosi një gabim i Joni mbrojtje, ishte si një lloj dhurate në momentet më të mira për ne, dhe pas asaj edhe shumë pak lojë pati, edhe vazhdimet që duheshin të jenë normale ishin shumë të pakta, dhe normalisht është një keqardhje për finalen e sonë. Pas ndeshjes, përmes një komunikate, klubi i futbollit Shkëndija pranoi përgjegjësinë për zhgënjimin. Sipas tyre, ky dështim kërkon reflektim. Teksa pranojnë gabime në radhët e tyre, theksojnë se sfida kryesore tashmë mbetet dalja nga kjo situatë dhe përmirësimi i mungesave evidente që janë shfaqur. Por Shkëndija e Tetovës nuk mori medaljet si ekip humbës në finale të kupës. Gjest ky që ka shkaktuar reagime të ashpra në futbollin e Maqedonisë së Veriut. Kuqezin insistojnë se në asnjë moment nuk kanë refuzuar pranimin e medaljeve dhe as nuk kanë pasur qëllim të mos respektimit të organizatorit apo ekipit kundërshtar. Pas përfundimit të ndeshjes, futbollistët tanë shkuan tek tifozeria për të falenderuar për mbështetjen gjatë 90 minutave dhe njëkohësisht për të kërkuar falje për zhgënjimin që u shkaktua me disfatën e sotme. Sigurisht pas epilogut të finales, tifozët me të drejtë ishin të zhgënjur. Për shkak të emocioneve, zhurmës në stadium dhe situatës së krijuar në ato momente, futbollistët nuk e kanë dëgjuar thirrjen për ceremoninë e ndarjes së medaljeve. Klubi kërkoi pak kohë, shtesë nga organizatorët me qëllim që skuadra të qetësonte situatën dhe të rikthehej në fushë për ceremoninë zyrtare. Disfatës së Shkëndijës, sherin i pa edhe skuadra shqiptare Struga Trimlum, e cila nuk u kualifikua në garat evropiane. Vlen të përmenden edhe komentet e tifozëve në rrjetet sociale të klubit të futbollit Shkëndija. Drejtuesit e skuadrës, shtabi teknik, futbollistët kanë qenë të masakruar me komente negative. Tifozët kërkojnë përgjegjësi dhe reflektim, kurse emëruesi i përbashkët i reagimeve të tifozerisë është se ekologu nuk e meriton një përmbyllje të tillë të sezonit, pavarësisht suksesit historik në garat evropiane. Por jo vetëm kaq. Krahas humbjes në finalen e kupës, Federata e Futbollit të Maqedonisë ka paralajmëruar se Shkëndija mund të përballet me dënime rigoroze, siç thon nga shtëpia e futbollit, për shkak të pishklimit të himnit, fyrjeve në adresë të kreut të PFM-s, por edhe mungesës në ceremoninë e ndarjes së medaljeve.